Ka një projekt kjo qeveri për t'ja u marrë gjithë shakan, po me faza, me radh, me val. Prandaj edhe unë them që kush e gënjen mendja se do mbrojë interesin e vet vogël, duke netur le byça ime, e kam rën. Është çështje afati, është vetëm çështje kohe. Ama jap garanci me jetë. Po vazhdoj kështu për 20 vjet, 0 prona, 0 shqiptar. Do ketë një shqiptar nuk 0 prona, 0 shqiptar. 0 cm. Do t'i kenë ju det si kolon dhe do ketë sklevrit e tyre do punojnë për ta. Pas 20 vitesh tu. Brenda 20 vitesh. Brenda 20 vitesh. Brenda 20 vitesh. Por edhe në 2014, meqense të cegëm, kur keni folur në 2014 për problemet që sot ne po i vuajmë, kanë thënë ky s'është mirë, ky. Problemi është ashtu le thënë. Ashtu. Edhe me këtë që po thu tani prap, domethënë është gjë e panjohur, gjuhë e huaj dhe njerëzit nuk e perceptojnë dot të çfarë. E zem ke i pronti. E zem se ke i pron. Ke i apartament. Po. Në pallat që është ndërtuar kohët komunizmit. Ti e ke me afat edhe me skadencë. 50 vjet e ka fatin e ndërtimit me prishjen e pallatit. E kuptove? A e kupton këtë fjalë që po të them? Ai ka ndërtuar një mekanizëm ligjor që çdo objekt 50 vjeçar do shëmbet. Ka krijuar një procedurë për këtë punë. Po mos u diskutojmë. Dhe këtu Vjerri Belind Kolliçit është ai që firmos prishjen çdo pallati 50 vjeçar olla. Në pallat thashun çdo objekt. Çdo objekt nuk i plotson kriteret është i amortizuar, do prishet. E kuptove logjikën. Tani problemi është që ti mund ta prishësh një gjë, po kush të blen ndërtimi për ta ribër? Jo, e vërtetë është sot shqiptar nuk marrin dot i leje për vendosjen e dritare. Vazhdojmë. Ti mendon se ke një shtëpi, e ke fshat. Ke një tokë. Ata që po sulmojnë më shumë. Ke edhe një shtëpi. Do të vinë se letrat që ti e ke ndërtuar në tokë bujësore. Do ta prishin. Do ta prishin vëlla. Sepse ke shkelur ligjin. Po ndërkohë çka kanë bërë ata se njerëzit nuk e dinë. Kanë ndërtuar një mekanizëm për të zhvlerësuar të gjitha çka ka pas në këtë vend dhe jo më kot kanë përdorur ligjin 7501 dhe jo më kot investitorin strategjik, paketën e maleve, është një procedurë për të mbledh. Val dhe pastaj kanë një armë tjetër që është më e fuqishme. Ti ke një pronë dhe ai të fillon të vendos taksa. Ti mund të mos i paguash në kohë. Ai brenda 3 vjetësh të autorizon një përmbarues privat që sekuestron gjithë pronat dhe i nxjerr në ankan ta blesh ti shtëpinë tate. Dhe në mos e blefsh ti, ta blej dikush tjetër. Koncepti është një projekt që këta e kanë bërë në Palestinë, 30 can, 40 can. Ka qenë një guvernator shqiptar në Palestinë në vitet 1905, i cili bëri një korrespondencë me Kongresin Sionist dhe u tha atyre ku do vini. Kjo është konflikt e tjerë. I thanë, ç'a thua ti, ne do vim. Këtu është interesi më i madh. 1905 ky muhabet. Edhe i thonë ata, e ke gabim thot kur të vim ne do rritet vlera pronave, siç thoshte Erion Velia. Dhe vërteta është që ky e mbrojti, ky nxorri një ligj që ndalonte blerjen e pronave nga judejt. Ra perandoria otomane, erdhën këta dhe pak nga pak, bli. Erdhi një moment që s'kishin më nevojë të bleshin, i pushtojshin pastaj apo. Po. Problemi qëndron që mënyra se si u ndërtuan ligjet në Izrael për të grabit pronat e palestinezëve nuk janë të ndryshme ato që po bën Rama. Por thjesht ka një diferencë. Nuk ka nevojë për ushtarët e IFD-s. Mjafton frika e shqiptarëve. Domethënë, populli jonë është një popull frikacakësh që kanë frikë një person që ka të gjitha pushtetet e Shqipërisë dhe s'ka asnjë pozicion politik. Duke sigurisht është kryeminist, nuk është kryeminist, është shef i bandës. Nuk ekziston shteti këtu, nuk ka qeveri këtu, nuk ka kryeminist. Këtu janë gjithë, po ti shohësh ata ministrat, nuk janë ministra, janë drejtor. Pra nuk ekziston as formacioni shtetëror, nuk ka ndarje pushtetesh, grupi parlamentar i PS-s përcakton nëse futet në burg apo jo dikush, apo jo. E për rast të Belindës. Pra, nuk ka as ndarje pushteti gjyqësor. Është parlamenti që është i Ramës, që s'ka as parlament, është parlament zeza, kupton? Dhe ai po të bezjedhet dhe më shumë vota merr. Domethënë, ne nuk ekzistojmë në një merr më shumë vota.